Dasma shqiptare paraqet pjesën e dytë të videos Shoku I burrit erdhi nga Greqia. Por sa ishim në Budva, nuk mundem të bënim dot asgjë, sepse ajo shoqja nuk I shqitej për asnjë moment të vetëm. Kështu pushimet mbaruan dhe u kthyem në shtëpitë tona. Megjithatë, unë e dija që s'kishte nga të më shkonte. Ai ishte shoku I ngushtë I burrit tim. Vinte shpesh tek ne për vizita dhe fatmirësisht për mua shpesh herë vinte pa gruan e tij. Koha kaloi. U mbushën plot 2 vite të tmerrshme nga koha kur burri im kishte varur këpucët e vallëzimit në gozhd dhe s'po ma mundësonte më asnjë hap. Unë po thahesha për pak muzik. Aq shumë isha përveluar për një vallëzim të zjarrt, sa që më shkonte mendja ta ftoja shokun e tij e të kërcenim edhe kur burri ishte aty në shtëpi. Thoja me vete, vetëm ta zë diku ngusht, ta ftoj për një provë dhe ky s'ka se si të më refuzoj. Por ja që unë nxitova tepër. Një ditë ja kërkova atij fatziut fiks kur ishte tek ne. Dhe nuk ma bëri. Burri im sapo kishte ngjitur shkallët për në katin e sipërm për të marrë diçka dhe unë ngela vetëm në sallon me shokun e tij. Ju ofrova shpejt dhe I thash: "Dëgjoj këtu. E di shumë mirë se çfarë dua unë. Po të pres atje poshtë tek dhoma e zbrazës e studios, e ja vetëm 2 minuta të provojmë atë rrotullimin e tangos." Ai hapi syt I trembur. Jo, tha, s'ka shanse, as mos e provo të me futesh në këtë bela në shtëpinë e mikut tim. Unë megjithatë shkova në dhomë. Prita plot 10 minuta dhe ai nuk erdhi. Sigurisht që kishte frikë, mos na zinte burri, duke I dhënë dorën njëri tjetrit në errësirën e studios. Ajo ditë shkoi dëm, e nuk arrita të bëja asgjë. Por dita ime, ajo që kisha ndëruar e pritur, prej kohësh, u bë realitet atëherë kur nuk e prisja. Një pasdite të qetë, kur burrin nuk e kisha fare në shtëpi, dëgjoj zilen. Trokiti dera dhe dola të shihja. Ishte shoku I burrit tim. E hapa derën plot buzëqeshje dhe I thash: "Mirë se vjen." Eja futu brenda. Ai hodhi një sy nga korridori dhe pyeti: "A e kam shokun në shtëpi?" Aty vendosa të rrezikoja. E gënjeva. "Po," I thash, "këtu është lart." Eja ulu e rehatohu pak në divan. Ai hyri brenda me qetësi, u ul në divan dhe po me priste. "Me duket se e ka zënë gjumi," I thash, "po shkoj lart që ta therras." "Mirë, këtu po pres," tha ai. Unë ngjita shkallëve me një shpejtësi marramendëse. Hapa dollapin e dhomës sime të gjumit dhe hoqa rrobat e zakonshme të shtëpisë. Nxora veshjet time me të rënda, vesha atë fustanin tim profesional të kuq, me të çar anash dhe me thekë të gjatë që valiviteshin me çdo lëvizje. Lart nuk vesha asgjë tjetër veç korseteve të ngushta të vallëzimit që theksonin çdo detaj të posturës sime. Vendosa këpucat e mia me taka të holla dhe u bëra gati për eksaktësisht 5 minuta. Vura këngën e famshme të tangos nga telefoni dhe nisa të zbres shkallët shumë ngadalë. Po I hidhja hapat një nga një, me një elegancë prej profesionisteje, dhe thekët e fustanit tim po tundeshin lehtësisht sa andej këndej. Ai ndëgjoj takat e mia.
ngriti kokën dhe më shikonte i ngrirë nga divani. Fytyra e tij u bë menjëherë e verdhë nga hutimi e surpriza. Kur arrita në fund të shkallëve, e pash drejtën e sy dhe i thash: "Të gënjeva, jam vetëm unë në shtëpi." Ai u gëlltit me vështirësi. "Me të vërtetë ke? Mos të na bëhet ndonjë bela e madhe moj grua." "Rri rehat," i thash, me një zë të vendosur. "Burri ka shkuar tek motra e vet jashtë qytetit dhe nuk do të kthehet deri në mbrëmje vonë." Kësaj radhe, ai nuk rezistoi dot më. Syt i shkëlqyen kur pa qëndrimin tim të gatshëm për sfidë. Ai më bëri derman. Unë ngrit nga divani me vrull, hoqi xhaketën e tij të trash, zgjidhi kollaren dhe i lëshoi të gjithë mbajtëset që e pengonin. Sa shumë forcë energji që kishte fshehur poshtë atij kostumi serioz. Nuk kishte faj ajo shoqja ime që i çirrej zërin nga lumturia, sepse ai ishte një bish e vërtet në parket kërcimi. Ai e zotëronte skenën dhe erdhi drejt meje, kapi dorën time, me tërhoqi drejt vetes dhe filluam kërcimin me një herë tango. Me shtyua me lëvizje të shpejta deri në fund të sallonit, pranë divanit e të tjera. Me ktheu mbrapsht me një piruet të shpejt, pa pasur fare nevojë të ngrohja muskujt, sepse këmbët e mia dridheshin e digjeshin nga padurimi. Kisha plot 2 vite që prisja të bëja një hap vallëzimi të tillë të sinkronizuar dhe profesional, dhe trupi im lëvizte vetvetiu. Ai filloi të ngrinte ritmin e lëvizjeve. Fillonte të shtynte majat e këpucëve të tij, duke me udhëhequr në çdo qoshe të dhomës. Me përshpëriti afër veshi duke me thënë: "Me trego nëse lodhesh e nuk mban dot më që të ndalem." Dhe unë ja ktheva me të njëjtin zjarr: "Edhe po të them unë që të ndalesh, ti mos u ndal. Me trego gjithçka që mund të bësh në këtë kërcim." Ritmi i tangos u bë i çmendur. Ai bëri gjysmën e atij rrotullimi të rrezikshëm në ajër, atë që unë nuk e kisha provuar prej vitesh. "Ndal tani," i thash instinktivisht, nga frika se mos humbja ekuilibrin. "Mos me lësho me poshtë, me mbaj në ajër." Por ai tashmë s'më dëgjonte fare. Ishte futur thellë në muzikë dhe vallëzim dhe përfundoi rrotullimin me një lëvizje perfekte, me përkulit e gjithën mbi mbështetësen e divanit me gjithë peshën time. Për të mbajtur trupin e të mos rrëshqisja, unë shtrëngova bulesën e divanit me të dyja grushtat e mi, e mbushur me një përzierje frige dhe kënaqësie absolute. Pastaj, përsëri, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe. Ju faleminderit që na ndoqët.